dhe burimeve natyrore të radha dhe për sa kohë kemi të bëjmë me gjuetin dhe vënien në zotërim të këtyre burimeve, mendoj që është pak herët për të folur për një misi të afatshkurtër, por do të jetë patjetër një rivalitet edhe në dekadat që vjen. Dhe i fituar kush doli nga ky takim? Ka një shprehje tepër të rëndësishme në teorinë e luftës apo në marrëdhënien ndërkombëtare që ka të bëjë pikërisht me durimin strategjik dhe me shprehjen që ta lëm kundërshtarin të bëj ato veprime që të jetë ai që gabon. Dhe në këtë kuadër mendoj që Kina ka treguar një durim strategjik dhe ka ditur të përfitojë nga të gjitha gabimet që Perëndimi si blok ka bërë, por edhe Amerika si një shtet dhe si hegemon ka bërë në këto vite. Dhe mund të themi vetë keq kalkulimi që i është bërë qoftë agresionit rus ndaj Ukrainës apo dhe keq llogaritjet që janë bërë ndaj aftësisë ripërtëritse të regjimit iranian për të qëndruar në këmbë, tregojnë që në fakt ajo që përfiton që të njohë më shumë është Kina, edhe pse për fatkeqësinë tonë.